Pas 7 muaj shpritje, dhimbje dhe heshtje institucionale, më 19 nëntor do të filloj gjykimi për një nga tragjedit më të mëdha që ka goditur RMV-n. Tragedia e zjarrit në diskotekën Puls në Koqan. Zjarri i cili mori me vete 63 jetë të reja dhe la të lënduar 200 të tjerë. Gjykata penale ka caktuar që gjykimi të filloj më 19 nëntor në orën 9:30 të mëngjesit, ku do të kërkohet përgjegjësi për jetët e humbura dhe të lënduarit të cilët në natën e 16 marsit kishin shkuar për koncertin e grupit të njohur muzikor DNK. Nga gjykata penale kanë bërë të ditur se seanca kryesore për rastin Koqani do të mbahet në sallën e gjyqit të Burgut të Idrizovës dhe se çështja është saktuar për procedim të mëtejshëm tek gjykatësja Diana Gruevska-Ilievska. Ju informojmë se përveç gjykatësve që janë përjashtuar nga procedimi para vlerësimit të aktakuzës, shtesë janë përjashtuar edhe gjykatëset Tamara Viltarova-Smilevska dhe Ilina Smichkovska-Ilievska nga trajtimi i çështjes për shkak të përmbushjes së dispozitave ligjore, përkatësisht për shkak të njohjes personale me një pjesë të dëmtuarve. Në bankat e të akuzuarve do të ulen 37 të pandehur, të cilët kanë 33 avokat mbrojtës. Prokuroria publike më 13 qershor ngriti akuza kundër 34 individëve dhe 3 personave juridik për zjarrin tragjik. Të gjithë ishin akuzuar për vepra të rënda kundër sigurisë publike. Për fatkeqësinë e tragjedisë në Koqan, familjarët e viktimave dhe të lënduarve kanë organizuar qindra marshe protestuese. Ata kanë kërkuar vazhdimisht me ngulm përgjegjësi dhe kanë akuzuar institucionet për neglizhencë dhe përpjekje për të mbuluar fajtorët e vërtet. Zjarri në diskotekën Puls në Koqan shpërtheu në orët e vona të natës, teksa qindra të rinj ndodheshin brenda objektit. Flakët u përhapën me shpejtësi, ndërsa mungesa e daljeve emergjente dhe pajisjeve të sigurisë u bën fatale. Disa humbën jetën në vend, të tjerët në spital, ndërsa 200 të tjerë mbetën rënd të lënduar, të cilët gjatë kohë janë mjekuar në spitale.